Повикувам сите присутни да станеме и со едно минутно молчење да изразиме нашата искрена почит. Me 1 minutë heshtje në nder të viktimave të zjarrit në diskotekën Puls në Koçan, filloi seanca e komisionit të përhershëm anketues për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarëve, ku ishin të pranishëm edhe pjesëtar nga familjet. Në rishtin e parë seancën e ndoqi i gjithë kreu shtetëror, presidentja Gordana Ziljanovska-Davkova, kryetari i Kuvendit Afrim Gashi dhe kryeministri Hristijan Mickoski. Në fillim, Maria Petrusheva, nëna Andrejit të ndjerë, me një fjalim emocional kërkoi drejtësi të vërtetë për viktimat dhe përgjegjësi nga funksionarët aktual në Koçan. Гледаме дека се процесираат само оние најдолу, додека носителите на функции еднакво одговорни, кои од првиот момент требаше да бидат зад решетки, продолжуваат безгрижно да се движат низ градот, додека нашите деца лежат под земја. Ова посебно се однесува за одговорните лица од ОВР Кочани, СВР Штип, Бирото за јавна безбедност, Државниот пазарен инспекторат, актуелната началничка во Кочани, началникот на оделот за криминалистички работи во Кочани, главната инспекторка за економски криминал во Кочани, сменоводителот на денот на настанот. Një nën tjetër kërkoi përgjigje pse nuk është ndërmarrë asgjë në atë natë tragjike, duke kërkuar përgjegjësi. Кој ни тука гарантира безбедноста? Кој ни ја гарантира? Било можете и вие да се најдете, и јас, и било кој, како што нашите деца се најдува таму. Датата е 15 кон 16, значи се случи трагедијата, не пред 20 години. Од таа дата ниту еден не е прифатен. Familjarët ishin dëshmitar të përplasjes mes deputetëve të VMRO DPMN-s dhe kryetarit të komisionit Dimitar Apasiev. Ivanka Vasilevska nga VMRO DPMN u drejtua familjarëve duke thënë se po manipulohen nga Apasiev për shkak se ky komision nuk do të prodhojë efekte juridike. Ajo tha se Apasiev në një deklaratë ka theksuar se aktakuza duhet të bjerë dhe për këtë kërkoi përjashtimin e tij nga drejtimi i komisionit dhe kërkoi pauzë. Përfaqësuesi i Support Koçani tha se kjo është sjellje e pahishme nga ana e deputetëve. Како не ви е срам? Тука пред нас од Кочани вие се препукувате. Расправата уште не е ни почнала, вие барате пауза од 1 сат. Ние за 1 сат цела веб страна направивме од Support Koçani за да помогнеме. Знаете ли што значи 1 сат? Стварно ќе кажам, ако во за некој е само уште една политичка активност, тога е подобро ни да не учествувате. Përveç komisionit të përhershëm anketues, është formuar edhe një komision anketues me iniciativë të deputetëve të pushtetit, në të cilën përveç Koçanit pritet të debatohet edhe për tragjedi të tjera, si ajo e Durmoturs, Besa Trans dhe spitalit modular në Tetov.